Atëherë, se shumë s'po boshra ata ky ai. Tash ku i futesh botës artit, do kesh pëlqime, si nga gjinja maskullore, si femërore. Po, mo, Unë e marr si kompliment, pastaj. Po kompliment, ai normal me doj. Kompliment me dashuru burri. Jo burri. Shka të dhënë. Nuk ishte fjala dashuri, një sekond. E dëgjove çfarë tha Kika. Ishte pëlqim. Ishte pëlqim. Pëlqimi me dashuri janë dy gjëra të Edhe ndryshme. ku jetë bash ty dona? Një sekond. Ja, si inshallah Po jo. edhe çka në story ti, i shikon ato like që merr. Po, edhe? I ke edhe meshkuj aty. Po ka edhe meshkuj jam Atë aty. si e merr pëlqimin ti, vetëm për zhytje. Pëlqim për fotografi domethënë, jo për ndaj sen tjetër. Atë pëlqimi është pëlqim. Unë për shembull pëlqej. Vazhdoj, kush është ai djali që Ushtrimi më pëlqen shumë si prezantues, si djalë, si karakter, po s'do të thotë që më pëlqen nga fusha sentimentale, mos e kuptoj. Jesh telefonin ngani? Okej. Jo, as pak. Dorem, pse ti shoj ti Dorem? Nuk kam përgjigje Krishnik, nuk e di pse mendoj që jam unë ai individi, po nuk jam unë ja thash, po tisha ti më një mjaftueshëm që po tishte ashtu do t'ja thoja. Andjesh i ofenduar. Ai që Andesh jo vendu Dorem që po thot ti që tash Andjesh i ofenduar Leonardi se- për me po, është kallap, s'ka faj ai që dashuran. Na i famën po, na i burri u vallë. O Krishnik, unë nuk do prisja të stërgjati po tishte ashtu, po s'jam unë ai. Kjo është çështja. Se po e Se marrë. çfarë do të bëje ti? Do t'ja thoja, po tisha unë. Ai që do thoshte.